Do të lidhem me Kosovë Gjocin për të kuptuar diçka më shumë për atë që ndodhi ditën e sotme. Kosovë të përshëndes. Një tjetër seancë që nuk ka nevojë për shumë koment, ama kishte takime dhe veprime të cilat të roqën vëmendjen. Nëse do të flasim për veprimin sjelljen e deputetëve ditën e sotme në kuvend, u fol se u krye një votim jo konform rregullores. Si duhet ta kuptojmë këtë, nëse do të mundesh në mënyrë sa më të thjeshtë? Po, ideja është kështu, Ilir, që ta shpjegojmë që në start, votimi i fshehtë është vërtet që parashihet me Kushtetutën e Kosovës, por kjo mund ndodh vetëm në rastin kur në garë mund t'jenë 2 apo më shumë kandidat, por jo në rastin kur ke vetëm një emër dhe ti tenton që këtë votim për të njëjtin emër, cilin për 7 herë nuk e arritur ti sigurosh votat, ta provosh që këtë ta bësh në mënyrë pra me votim të fshehtë, sepse qëllimi paktën kështu duket, sepse s'ka ndonjë shpjegim tjetër, qëllimi i lëvizjeve vendosje që votimin e emrit të Albulin Haxhiu ta bënte me votim të fshehtë, me vota të fshehta, ishte me shpresën që ndonjë nga deputetët, qoftë ata të partive që kanë qenë në opozitë, qoftë të pakicave serbe, qoftë të listës serbe apo kushdo tjetër, do të mund të votonte në mënyrë që ajo t'i merrte 61 vota dhe ta kalonin këtë blokad. Pra, kjo ishte pak a shumë edhe akuza realisht që ju bë partive PDK-s, AK-s dhe LDK-s nga ana përfaqësuesve të vetëvendosjes pas dështimit të seancës së 9, me idenë se sipas tyre ata nuk u besojnë deputetëve të tyre dhe duan që ta kontrollojnë votën e tyre dhe në këtë mënyrë nuk u pajtuan që votimi i zonës Haxhiu të bëhet me votat e fshehta, po në anën tjetër kjo është vërtet, pra po them duke u bazuar në ato që thonë njësit e mirë të Kushtetutës së Kosovës, të rregullorës së kuvendit, përfshi edhe atë reagimin që ju lexuat pak shumë nga ana e KDI-s, pra mënyra se si ka vepruar në këtë rast vetëvendosja me tentimin për ta ndryshuar mënyrën e votimit, në të njëjtën kohë duke shfrytzuar një mundësi që e jep Kushtetuta, por jo në kushte të tilla, pra siç e thash duhet të ketë paktën 2 apo më shumë kandidat që të kemi pastaj votim të fshehtë, bëri pra që të jemi aty ku jemi, pra që realisht kjo seancë jo vetëm që dështoi në total, por nuk erdhëm as deri te momenti që të paktën emri i zonës Haxhiu as të vendoset për votim në çfarëdo forme. Kjo për faktin se dështoi fillimisht krijimi i atij komisioni që lëvizja vetëvendosje përmes kryesuesit tentoi ta bëj, por që e pam që LDK, PDK dhe AK, por edhe parti tjera realisht nuk është se u pajtuan me këtë veprim dhe kryesuesi u detyrua që ta ndërpres seancën duke mos e hedhur në votim fare zonin Haxhiu me votat e hapura, ashtu siç edhe normalisht parashihet se duhet ndodh në momentin kur kemi vetëm një kandidat, pra nuk kemi një lloj gare, por kemi një kandidat. Kështu që kjo është pak a shumë ajo çfarë ndodhi. Normalisht edhe ky rezultat vjen edhe si, po them, pasojë ose rezultat, si duhet ta quajmë, i asaj çfarë patëm në mëngjes, por një takimi ndërmjet zotit Kurti dhe zotit Krasniqi, por i cili fatkeqësisht nuk prodhoi asnjë rezultat. Kjo për faktin se qëndrimet edhe dyja palëve nuk është se ndryshuan. Zoti Krasniqi ishte i vetmi që doli para mediave pas takimit dhe tha që ka shkuar aty për treguar qëndrimin që kanë, ka përsëritur këtë qëndrim para zotit Kurti, normalisht duke i kërkuar që të cilin një emër tjetër në mënyrë që të i kalohet kjo situatë, por që gatishmëria nga zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje për të bërë një veprim të tillë mungoi dhe ata zgjodhen një veprim komplet tjetër që tentojnë ta tejkalojnë bllokadën, por as kjo nuk ju funksionoi. Dhe jemi këtu ku jemi. Do të shohim se çfarë do ndodh me 3 maj, kur pritet të bëhet seanca e 10 apo tentimi i 10 i asaj që po e quajmë tash konstituim të Kuvendit të Kosovës me zgjedhjen e kryetarit dhe me pas edhe organeve tjera, kryetarit dhe organeve tjera që i duhen këtij kuvendi. Kështu që jemi në situatë të njëjtë, thjesht pati tentim për ndryshu, po them, hapat apo rregullat e lojës, por në parim rezultati ishte i njëjtë. Kosovë, faleminderit shumë për gjithë përmbledhjen, të uroj punë të mbarë.